nuk kemi hequr dorë nga përpjekjet, vazhdojmë të kontaktojmë edhe me Kroacinë, edhe me Italinë. Zoti ministër, mos u justifiko dhe mos u fshi pas fjalëve, por ashtu sikur se ke çuar njerëz për kurim qoftë për një dhëmball, është mirë që ta marrësh rastin seriozisht edhe ta shpëtosh Kristin edhe fëmijët tjerë. Debati është përshkallëzuar me tone të ashpra ndërsa vetë ministri ka përdorur edhe fjalë fyese ndaj deputetes Albina Deda. Fjalët janë dëgjuar në sallë pavarësisht se mikrofoni ka qenë i mbyllur, çka ka çuar në ndërprerjen e seancës. Në vazhdën e fyrjeve të kryeministrit, i cili e quan opozitën dele, ky nuk mund t'i quajë opozitaret kafsh. Ministri i Shëndetësisë t'japi dorëheqjen edhe për skandalet e fundit me recetat fiktive. Dhe atë fjalën që tha ta kthej mbrapsht kërkoi falje aty menjëherë. Por ndryshe sot nuk ka seancë. Fjala kafsh në sallën e parlamentit nuk besoj që është e lejueshme për askënd. Zoti Sparo, kërkojmë që të frisni kryesin e kuvendit për të marrë masa ndaj zotit Beqja. Ndërpresim seancën. Konferenca e kryetarëve nuk mori asnjë masë disiplinore ndaj ministrit Beqaj, edhe pse opozita kërkoi përjashtimin e tij, pasi u rrëzua nga majoranca. Me rifillimin e seancës, ministri Beqaj, i detyruar dhe nga opozita që kërcënoi me largimin nga salla, ka kërkuar falje publike për fyerjen ndaj deputetes. Në fillim dua t'i kërkoj ndjesë zonjës Deda për fjalët e pahishme, janë fjalë që s'duhet përdoren nga askush, aq më shumë nga ne që kemi marrë përsipër të kryejm funksionet larta publike. Debatet e nxehta politike devijuan dhe pritshmëritë që parlamenti të mund të përfshihej financiarisht në nismën të shpëtojmë Kristin e vogël, sikundër u vendos me konsensus në Komisionin e Shëndetësisë, ndërsa në sallë debatohej ashpër për çështjen Kristi, jashtë saj i ati fëmijës apelonte për ndihmë financiare, që në mungesë të shtetit, fëmia të mund të dërgohet privatisht në spitalin e Bergamos ose në një klinik tjetër të specializuar për transplante. Brem ka qenë shumë sëmur ka qenë. Dhimbje e barku ka patur përzierje, ka patur entje kemesh. Mjekët çfarë do thonë, sa më shpejt më shumë ta nxjerrin për jashtë shtetit mjekët. Protesta e tij është mbështetur nga deputetet Arbiola Halimi dhe Albina Deda, që deklaruan se po negociohet me disa ambasada amike për rastin e Kristit, ndërkohë me qindra qytetarë janë bashkuar nismës të shpëtojmë Kristin e vogël, lançuar në News 24, duke dhuruar shuma në të holla në adresën e hapur nga familja Kristit në bankën Credins, ku vetëm në 3 ditë janë mundur të grumbullohen mbi 8.000 euro, të cilat gjithsesi janë shumë pak për të mbuluar koston e transplantit të mëlçisë që llogaritet në 150.000 euro. Ndërsa shëndeti Kristi Mazes përkeqësohet nga ora në orë, kjo është situata që mbizotron në parlamentin ton. Ajo ishte përgjigja e ministrit ton të shëndetësisë, për cilin familjarët duket se i kanë humbur tërësisht shpresat dhe shkjo arsyeja që ata tashmë janë drejtuar me një letër zyrtarisht kryeministrit vendit, zotit Rama, me shpresën që ky i fundit do të bëjë diçka, do të përgjigjet edhe do të ndihmoj Kristi Mazë. Nuk ka ende një përgjigje nga zoti Rama, ndërkohë që kujtoj se nesër në mbrëmje, në orën 21, në një edicion të jashtëzakonshëm të Njerëz në Fokus, ne do të përpiqemi të ndihmojmë me aq sa mundemi ne mediat, të ndihmojmë edhe të bëjmë thirrje që të jenë të shumt ata qytetarë që të paktën ta ndihmojnë financiarisht, dhe pse jo ndoshta në një të ardhme shumë të afërt familja të mundet të largohet nga vendi dhe të kuroj fëmijën. Po fokusohemi tani tek ajo që ndodhi në parlament me kryefjalë pikërisht Kristi Mazën. Me në studio është deputetja e Partisë Demokratike Albina Deda. Zë Deda, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Dëgjuam atë që dëgjuam, Ministri i Shëndetësisë më pas kërkoi ndjesë publike për ofendimet në adresën tuaj. E para ju e pranoni ndjesën e tij? Para se sa të arrim në përgjigjen për a e pranoj apo jo faljen e ministrit, dua t'ju them se Parlamenti shqiptar është kthyer në një vend ku fyrit janë pafund. Fyri nga më të ndryshmet drejtuar opozitës, që ditën e parë që jemi futur në parlament. Fyri nga kryeministri, fyri nga ministrat, por këto kuptohet, dhe unë që jam mjeke e kuptoj shumë mirë, ngarkesën, depresionin, papërgjithshmërinë e tyre,
përballë skandaleve që ne ja u kemi argumentuar në parlament që ditën e parë të qeverisjes së tyre. Ata tashmë e kanë treguar edhe me skandalet e fundit se sa të rënduar e kanë situatën edhe brenda mazhorancës, edhe vetë ministrat, siç është dhe ministri Beqaj, i cili, domethënë, edhe në komisione, edhe në media, edhe në seancë parlamentare, ne deputetët e opozitës na ka patur përballë dhe unë si mjeke dhe si drejtuese e sistemit shëndetësor në qeverinë Berisha, duke e njohur këtë sistem, kam qenë gjithmonë, domethënë, përballë tij, por vetëm me argumenta dhe nuk e kam thyrë për asnjë moment. Etika parlamentare ka arritur deri këtu, dhe nuk mund presim gjë më shumë nga ky parlament kur aty është mbushur me të inkriminuar, me njerëz të korruptuar dhe me ata që e kompozoi vetë Rama këtë parlament. Gjithsesi, unë edhe si femër, edhe si deputete, edhe si një deputete që vi nga një zonë me vlera, siç është zona e Mirditës, nuk mund pranoj që të fyhem nga askush dhe nuk fyj kurrë askënd. Dhe kam arrit deri këtu me punë nëpërmjet vështirësive dhe pa fyer askënd dhe pa shkelur mbi dinjitetin e askujt, me punë dhe me vlera. Pra ju nuk e pranoni pjesën publike të ministrisë Unë pranoj çdo lloj falje, sepse falja është diçka e shenjtë, është diçka që ne e njohim faljen, por ama falja kur vjen nga njerëz të papërgjegjshëm, kur vjen nga njerëz të tillë që janë të mbuluar nga skandalet, janë të mbuluar nga hajdutëria, janë të mbuluar nga korrupsioni, janë të faktuar nga gjykatat dhe vazhdojnë me këtë ritëm, me skandalin e fundit të recetave fiktive që është prezent në këto ditë në media, në gjitha edhe në median tuaj, dhe në prokurori që po ndiqet rasti, absolutisht ato janë shumë ngarkuar. Sot, ministri Beqja ka dhënë dhe një tender të fundit Omega Pharmës, kur ajo është aktualisht në burg. Imagjinoni çfarë skandali është. Skandalet në shëndetësi janë të pafundme. Duke filluar me skandalin e blerjes medikamenteve të 2014 dhe 2015 nga ministri Beqja dhe spitalet tona janë bosh, janë 35 milion dollar që janë shpenzuar, janë tenderuar me tenderim të drejt për drejt për spitalet tona. Janë koncesionet që i kapi kontrolli bazë 130 milion dollar, 86 milion dollar është hemodializa, 120 milion dollar është koncesioni i laboratoreve, i cili është tani në proces. Kemi skandalin e fundit të recetave fiktive që arriti në 2.2 milion dollar, është e jashtëzakonshme, domethënë vjedhja në shëndetësi dhe situata në anën tjetër e qytetarëve, e shërbimeve shëndetësore, e spitaleve, qendrave shëndetësore. Janë braktisur qytetarët me shërbimin shëndetësor dhe pikërisht nga politikat e keq menaxhuese, me politikat e tij të cilat nuk vlerësojnë profesorët, nuk vlerësojnë stafet mjekësore, por e kanë kthyer sot në vend që ne të kemi në qendër të reformës qytetarin ton, pacientin, në qendër kanë tendra dhe koncesionarin. Imagjinoni në çfarë drejtimi po shkon shëndetësia jonë dhe sot ka qenë vërtet një ditë e trishtë për gjithë parlamentin, pavarësisht se kjo situatë ka ndodhur shpesh, por është një situatë mjaft e rëndë për qytetarët. Qytetarët kanë humbur çdo shpresë tek Ministria e Shëndetësisë, sepse qytetarët i intereson të marrë shërbimin, nuk i intereson çfarë skandalesh, sa vlera abuzon Beqja apo Rama, që është urdhër porosici i tij, sepse i kanë bashkë gjitha këto vendime që marrin për shëndetësinë si profesionistë mëdhenj të shëndetësisë. I shtuar në skandalin e fundit edhe zoti Balla me 2 eksponentët e Elbasanit, të cilët janë në ndjekje penale, në drejtori i SKSH-s dhe drejtori i DRSKSH-s, të dy të emëruar nga zoti Balla, kanë qenë dhe në listën e deputetëve. Pra, skandalet janë të panumërta, ne na intereson shërbimi ndaj qytetarëve. Qytetarët sot janë braktisur, dera e Ministrisë Shëndetësisë është e mbyllur për qytetarët, ne jemi të indinjuar, por unë e thash dhe në parlament, unë do të vazhdoj të punoj dhe të jem në krah të qytetarëve, por me argumenta, nuk kam ndërmend të fyja asnjëri aty, kam etikën time, kam
familjen time të nderuar, origjinën time dhe dua t'i përfaqësoj ato sa më dënjësisht me etikën që më ka karakterizuar deri tani. E qartë. Zonja Dela, flasim pak për rastin e Kristi Mazës. Do të flitet shumë tepër edhe nesër në mbrëmje në emisionin Ola Brukos këtu në News 24. Është nga ato raste që kapin gjithë vëmendjen e opinionit publik dhe bëhen raste shumë sensitive. Nga pikpamja teknike, ju pyeseve si mjeke, ka drejt zoti Beqaj kur thotë që këtu duhet bërë një transplant i plot i mëlçisë, çka e komplikon pastaj situatën për kërkuar ndihmën edhe të partnerëve jashtë vendit? Rasti i Kristit është një rast i rrallë, absolutisht, por ai ka një vit që është në spital, është trajtohet nga mjekët e spitalit të QSUT-s dhe është në pritje për të marrë përgjigje nga spitalet turke, me të cilët ka marrëveshje Ministria e Shëndetësisë. Nga spitalit turk ka ardhur përgjigje negative. Ka ardhur përgjigje negative, por ne i besojmë prindit të Kristit, sepse nuk mund besosh më tek Beqe, çat besosh ai njeri. Te Ministri i Shëndetësisë nuk mund besosh. Ai deklaron gjëra që ne i kemi të faktuara dhe thot nuk është kështu, është kjo. Kristi kërkon ndihmë, situata është e rëndë, transplanti i duhet bërë, por ka një zgjidhje, siç i thamë dhe ministrit Sahan, t'i bëhet transplanti parcial që do t'ja dhurues do t'jetë i jati. Pra një lobi mëlçis mund t'i kalohet në një nga spitalet vendeve të tjera, në Bergamo të Italisë, por që duhet që Ministria ta mbështesë financiarisht. Po, duhet ta mbështesë financiarisht. Po kjo u poshtë nga ministri sot. Ai tha se nuk bëhet fjalë për këtë lloj operacioni. Por nesër do të keni besoj edhe të ftuar të tjerë që do ta faktojnë këtë. Unë personalisht edhe këto ditë jam në kontakt me ambasada të ndryshme, sepse unë jam dhe mjeke, jam dhe nën, jam prind dhe dua që ta ndihmoj Kristin, gjej mundësit edhe mundësi financiare nëpërmjet ambasade. Ka marrë disa premtime për disa spitale mjaft prestigjioze, të cilët kanë bërë ndërhyrje të tilla, shpresoj që ta realizojmë bashkë me deputetet e tjerë të mazhorancës, me doktoresh Klodianën, jemi në kontakte çdo ditë për hapat dhe për angazhimin që do të ketë Ministria e Shëndetësisë, sepse duhet të komunikojmë edhe me mazhorancën. Për këtë rast u ofruan dhe ato në ndihmë të Kristit dhe i vetmi njeri që nuk reagon, që nuk ka ndjesi për këtë rast është ministri Beqja. E deklaroj dhe sot. Sot paktën ai duhet deklaronte diçka më ndryshe. Duhet deklaroj në krah të prindërve të Kristit dhe të këtij rasti të veçantë që kërkon ndihmë. Shikoni, si rasti i Kristit, jam e bindur që dhe ju e dini, edhe gjithë shqiptarët e dinë. Ka raste pa numërta, për fat keq të tjera. Tani Kristi ka një vit që dërgjet në atë shtratë, atë spitali. Përse rasti duhet bëhet gjithmonë mediatik, që më pas politika të ngrihet në këmbë, flas për të dyja krahët këtu, pra opozitë mazhorancë, edhe ta bëj këtë çështje dite në një seancë parlamentare. Sistemi shëndetësor ka arritur në këtë pikë, në një konfuzion të tillë ku hallkat e zinxhirit nuk funksionojnë. Ka raste të tjera plot që unë kam qenë vetë në ndjekje të rasteve, të një djali me kancer nga Rrësheni, i cili iku nga jeta 15 vjeç pa marrë kimioterapi, vetëm nga mungesa dhe nga vonesat e procedurave të Ministrisë të QSUT-s për të marrë kimion. Rastet të tilla ka pa numërta, siç tha dhe ju. Reagimi pse nuk është në kohën e dur gjithmonë, por është atëherë kur duket sikur rasti nuk ka më shpresë. Është kjo pra që hallkat e zinxhirit në sistemin tonë shëndetësor janë zhbërë nga kjo qeveri. E kuptoj, po ja për shembull ju, si deputete e Partisë Demokratike, që sapo thatë se keni kontaktuar me shumë ambasada për të bërë të mundur operacionin jashtë vendi. Pse se bët këtë më parë, këtë dua të them. Pse rasti duhet bëhet gjithmonë mediatik, që më pas politika të ngrihet në këmbë. Unë nuk jam deputete e Tiranës, jam deputete e qarkut Lezhës, dhe me rastet që kanë qenë në qarkun tim jam marrë vetë personalisht, siç ishte edhe rasti i djalit 15 vjeçar që vdiq nga kanceri, por unë me të marrë njoftim nga Arbiola, nga deputetja e Elbasanit, Arbiola Halimi, ishte njoftuar nga një gazetar juaj,
i News 24-s. Jo, nuk është njoftuar nga gazetari ju, thjesht ka parë kronikën në ekranin ton televiziv, jo se pastaj fillon dhe keq interpretohet pjesa e lajmërimeve. E di që gazetari juaj na kanë ndjekur në çdo hap. Sepse News 24 ka ndjekur jo vetëm këtë rast, por shumë raste të tjera, nga fillimi deri në fund. Ai ka qenë çdo ditë me ne në ministri, në spital dhe te Komisioni i Shëndetësisë. Dhe kjo është pra hallkat e sistemit shëndetësor nuk funksionojnë. Beqja dhe hallkat e sistemit shëndetësor që ne vendosëm, ai i ka zhbër dhe është gjithë kohën e ka zënë me tenderat, me problemet e tij për të mbuluar skandalet me shëndetësinë. Ju po thoni me që po e kalojmë në çështje politike dhe të funksionimit tani që është bërë më keq se çka qenë, se për hir të së vërtetës ankesat për sistemin shëndetësor këtu mbeten të njëjta pavarësisht ndryshimit të qeverive. Jo, absolutisht jo, sepse këtu nuk mund të themi gjithë reformën dhe punën që ka bërë qeveria Berisha për shëndetësinë, por unë do t'ja u përmbledh në disa fakte. Ka qenë një punë kolosale për të konsoliduar sistemin parësor. Sistemi parësor është mjeku familjes, i cili është porta e parë pritse për pacientët. Pra, ne kemi konsoliduar një nga hallkat e para ku pritet pacienti. Kemi vazhduar me reforme pastaj në 2009 me reformën në spitalor. Kemi konsoliduar disa gjëra në sistemin spitalor, pra filluam autonominë spitalore, sistemin e referimit, kostot spitalore, llogaritjen e kostove spitalore, pra po fillonte një koordinim më i mirë dhe i spitaleve edhe menaxhimi nga vetë profesionistët e shëndetësisë. Çfarë ka ndryshuar tani që ju thoni Nikon, sepse përsa i përket perceptimit publikut, secila palë që vjen pushtet thotë ato që ka për vetë, po perceptimi vetë i njëjtë i publikut. Demokratike, këto lloj skandalesh janë të tilla siç është skandali me blerjen e medikamenteve, skandali recetave fiktive, janë parandaluar nga institucionet, nga kontrollet dhe nga mekanizmat e kontrolleve që janë institucione shëndetësore në ISKSH, në Ministrinë e Shëndetësisë, në drejtoritë rajonale në rrethe. Këto skandale nuk mund të lihen sepse shifen nga sistemi. Sistemi i informacionit është online dhe nuk lë që këto të bëhen skandale të këtyre përmasave. Në çdo drejtori ka sisteme që kontrollojnë dhe rakordojnë me ISKSH-n apo me fondin. Pra, në kohën e Partisë Demokratike, kontrolli, mekanizmat e kontrollit kanë qenë më të fortë dhe sistemi ishte vendosur në shina. Shëndetësia absolutisht do vite, do kohë, do financime, do implementime të reja që ai të arrijë në standardet e Bashkimit Evropian dhe të spitaleve të tjera dhe të shëndetësive të tjera ku ne kemi marrë modelet, siç është ai modeli Bismarck që ne kemi implementuar. Dhe ne me të ardhur në pushtet do të anullojmë të gjitha këto koncencione që Beqja i ka dhënë për 10 vite, sa 10 vite janë shumë fish i mandatit tyre, këto kanë dhënë koncencione. Ne do t'i anullojmë menjëherë dhe do të vazhdojmë reformën që ka në qendër qytetarin dhe jo vjedhën dhe hajdutërin dhe braktisin e qytetarëve në këtë mas, siç ndodh edhe me rastin e Kristit dhe me shumë raste të tjera në QSUT dhe në zona të tjera ku ndoshta nuk janë identifikuar dhe qytetarët nuk marrin asnjë lloj shërbimi. Ju falenderojmë që ishit në studion e News 24. Faleminderit Zanetela. Shkojmë në një hapësirë publicitare. Rikthehemi me të tjera zhvillime.